Besoj se ekipi bëni një lojë të mirë, ishte një lojë luftuar nga të dyja ekipet, patjetër që ekipi dha më të mirën, luftojmë fushën e lojës, shënuam shpejt, ndoshta me pak mundësi duke shfrytzuar raste do kishim mundësi për të shënuar edhe më tepër, po patjetër dhe Turqia luajti lojën e saj dhe ekipi jonë ndoshta në pjesën e dytë do kthye pak mrapa, por besoj se këto neshje e kontrollit, neshje miqësore dhe na vlen shumë për të ardhmen. Po besoj patjetër që fitoria është shumë e rëndësishme për një ekip, dhe sidomos për ekipin kombëtar, sepse vlen shumë për vazhdimsinë dhe neshjet që do kemi në mars, neshjet kualifikuese. Kështu që ne do të ishim shumë të kënaqura që sot dilshim me fitore këtu, por jam shumë e sigurt që neshjen e radhës, pas 2 ditësh apo 3 ditësh që do të luajmë, jam shumë e sigurt që edhe me prurjet e reja, se dim që kemi edhe vajzat e reja në ekip, që kemi 6 vajza të reja dhe besoj se edhe me zhdërvellësinë aty ne besoj se ekipi do dalë shumë mirë në fushën e lojës dhe jam shumë e sigurt që ekipi dalë me fitore. Shumë e kënaqur me golin dhe sidomos shumë e kënaqur edhe me lojën që kena bë. Ishte një lojë që mund ta fitoshna, po nuk dua të krijoj alibi të ndryshme sepse është e kotë, por e lumtur që bëm një lojë të mirë, nuk u dorëzuam deri në fund. Shpresoj të vazhdojmë kështu edhe në ndeshjen tjetër.